Nëse ha vezë në mëngjes, fileto pule në drekë dhe fara kungulli në darkë, atëherë ti do ta kesh shumë më të lehtë që të menaxhosh urinë gjatë ditës. Tani çka kanë këto ushqime që e bëjnë këtë gjë të mundur? Nuk është se kanë ndonjë magji, thjesht nëse konsumon këto ushqime, merr sasinë e dur të zinkut që i duhet trupit tënd. Dhe nëse nuk merr mjaftueshëm zink gjatë ditës, ndodhet një gjë shumë problematike. Hormoni i ngopjes që quhet leptin nuk arrin dot që t'i shkojë trurit. E ke parasysh atë momentin kur nuk ndjen truri ngopje dhe thot gjithmonë ha ushqim? Mund të jetë pikërisht kjo. Hormoni qëndron në gjak dhe nuk arrin dot që t'i shkojë sinjal trurit. Dhe ti je gjithkohës i uritur nëse ke mungesë zinku. Por ama këto ushqime bëjnë të mundur që ti të marrësh gjithë zinkun që duhet gjatë një dite dhe mos stresosh duke mbajtur dieta ekstreme. Tani ti komentoj nëse ke uri gjithë ditës dhe poshtë në përshkrim do kesh ushqimet që kanë më shumë zink që ti duhet konsumosh që mos të kesh më uri.